Sot ju drejtohemi ju, grave dhe burrave që i keni mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo që keni përjetuar është një e vërtet që duhet thënë, nga që ajo që ju ndodhi nuk ishte rastësi, por një strategji e qëllimshme, e përdorur si armë nga regjimi serb për të poshtruar dhe thyer dinjitetin e popullit tonë. Dhe për shumë vite të dashur vëllezër e motra, jetuat në heshtje, heshtje që nuk ishte zgjidhje, por detyrim. Heshtje që u imponuan nga frika, nga stigma dhe nga mungesa mbështetjes. Dhe kjo heshtje për më shumë për jush ishte vazhdim i dhimbjes. Megjithatë, një kthes e rëndësishme ndodhi pikërisht gjatë qeverisjes Haradinaj dhe angazhimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Atëherë kjo çështje u trajtua për herë të parë me seriozitetin që meriton, jo vetëm si një obligim politik, por si një detyrim moral dhe kombëtar. Gjatë asaj periudhe, u ndërmorën hapa konkret të matshëm dhe historik. U njoh statusi të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. U vendos mbështetja financiare si shenjë e njohjes dhe respektit institucional dhe për herë të parë u ndërtua një komunikim i drejt për drejt me ta, duke i përfshirë në vendimarrje. Shteti i Kosovës u rreshtua për krah tyre, por mbi të gjitha u thye heshtja dhe u dërgua një mesazh i qartë, se kjo plagë nuk do të fshihet më, por do të trajtohet me dinitet dhe guxim. Kjo heshtje u thy publikisht nga guximi i Vasfije Krasniqi Godman, e cila me rrëfimin e saj i dha zë mira të mbijetuarave dhe hapi rrugë që edhe të tjerë të kërkojnë hapur drejtësi. E në këtë çështje janë ndërmarrë hapa edhe nga qeveritë e mëvonshme, janë zgjatur afatet, janë vazhduar mandatet dhe janë hartuar strategji. Por po aq e vërtet është se drejtësia ende nuk ka arritur aty ku duhet. Sepse edhe sot ne përballemi me probleme që nuk guxojnë të ekzistojnë. Ende funksionojmë me afate për aplikim për njohje të statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Ende ka të mbijetuar që detyrohen të luftojnë individualisht për të drejtat e tyre, përfshirë edhe çështjen e pensionit të dyfisht. Dhe mbi të gjitha, ende kemi mungesë të drejtësisë për autorët e këtyre krimeve. Kjo nuk është vetëm mungesë progresi, kjo është padrejtësi që vazhdon. Sepse padrejtësia për këto krime nuk është vetëm çështje ligjore, është çështje dinjiteti njerëzor, është çështje e besimit që qytetarët kanë në shtetin e tyre, dhe pa këtë drejtësi, plagët mbeten të hapura. Prandaj, nga kjo foltore, ne kërkojmë qartë dhe pa kompromis të hiqen përfundimisht afatet për aplikim, sepse trauma nuk njeh kalendar institucional. Të zgjidhet me ligj dhe përfundimisht çështja e pensionit të dyfisht për të gjithë të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës. Dhe të rritet presioni institucional dhe ndërkombëtar për ndjekjen penale të autorëve të këtyre krimeve. Sepse drejtësia nuk mund të jetë selektive dhe nuk mund të jetë e vonuar pafundësisht. Të nderuar kolegë deputet, roli i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë i qartë, të veproj, jo vetëm të flasë. Prandaj edhe një herë riafirmojmë përkushtimin ton të plot që të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi për çdo viktimë, të forcojmë politikat mbështetëse për të mbijetuarit dhe të ndërtojmë një shoqëri ku askush nuk turpërohet për dhimbjen që i është shkaktuar, por njehet i mbrojtur dhe i respektuar nga shteti i vet. Sot, të nderuar kolegë, e kemi detyrim të veprojmë, të mos e lëmë këtë çështje në harrezë dhe të jemi në lartësinë e përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të qytetarëve. Sepse drejtësia për ta nuk është vetëm detyrim, por është testi i ndërgjegjës sonë shtetërore.